Deputeti i Partisë Socialiste, Erion Braçe, i është përgjigjur zërave për një largim të mundshëm nga grupi parlamentar i PS-s dhe daljen se i pavarur. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Braçe ka mohuar idenë e një vendimi të tillë në të ardhmen. Pas mesazheve të shumta në harkun e këtyre 20 ditëve, 3 gjëra për t'i ndarë me ju. E para, unë nuk kam asnjë lloj arsye që të largohem nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste të Shqipërisë për tepër të dalë i pavarur. Kam qenë në themelimin e Partisë Socialiste për 35 vite që militoj si socialist, si antar i Partisë Socialiste të Shqipërisë. Në tjetër, unë jam partizan. Unë nuk jam një njeri neutral. Një njeri që mbaj qëndrime. Neutraliteti do të ishte elementi kyç i të pavarurit. Kurse, për të vërtetat, unë mbaj qëndrime, nuk i bëj bisht. Edhe një arsye më shumë, që asnjë nga ju s'do më besonte se do isha i pavarur. E dyta që është po kaq e rëndësishme. Unë nuk jap dorëheqjen si deputet i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Po sot, unë nuk di njeri në një simpes që nuk e di se kush është deputeti. Madje, nuk di njeri në Tiranë që mos ta di që Erion Braçe është deputeti i Tiranës. Unë nuk dal në protestë. Nuk dua asnjë lloj përfitimi politik nga protesta. Zero. Unë nuk jam ata deputetët që shihni atje, apo ata kryetarët e partive politike që shihni atje. Jo, unë jam deputeti i Partisë Socialiste të Shqipërisë, që kam vendin tim, kam zërin tim, kam angazhimin tim, publik të qartë, të fortë, mbështetur në të vërtetën dhe në atë që qytetarët kërkojnë, përballë partisë time, përballë qeverisë time, në sallën e Kuvendit dhe në çdo ambient tjetër ku ne mblidhemi. Braçe theksoi se do të vijojë në partinë në të cilën bën pjesë prej 35 vitesh, teksa siguroi se nuk ka rezerva ndaj të shprehurit të vërtetave brenda PS-s, por edhe të thëna në sy drejt kryeministrit Edi Rama.